Koha kalon dhe futbolli ka nisur të ndryshojë në mënyrë drastike, jo vetëm në klube, por edhe në kombëtare. Turne të rinj po krijohen për ekipet. Tani ka një ndryshim të madh edhe në kompeticionet ku marrin pjesë kombëtarët. Nëse më parë ishte pamundur që kombëtare si Shqipëria apo Kosova të merrnin pjesë në eventimentet kryesore, tani edhe botërori do të jetë më lehtë i arritshëm. Në botërorin e 2026-s do të marrin pjesë 48 ekipe, një zgjerim i madh që ndodh për herë të parë, pasi më herët merrnin pjesë vetëm 32 ekipe. Nëse më parë në skemën me 32 ekipe, UEFA dërgonte 13 ekipe në botëror, në skemën e re, UEFA dërgon 16 ekipe në botëror, 3 vende më shumë për Europën, që nuk dihet edhe aq shumë ndoshta në fazën kualifikuese për ekipe si Shqipëria. Megjithatë, propozimi i fundit i ardhur nga Uruguay bën që Shqipëria të afrohet më shumë se kurrë me botërorin. Një delegat nga Uruguay, Ignacio Alonso, ka bërë një propozim që botërori i vitit 2030 të kalojë me 64 ekipe. Në momentin që kjo ide është hedhur në tryezë në FIFA, ka pasur një heshtje nga të gjithë të pranishmit, ndërkohë Infantino e pranoi këtë propozim, duke kërkuar që të analizohet më shumë nga afër. Shumë besojnë se Infantino, që ka zgjeruar një herë botërorin nga 32 në 48 ekipe, mund të bëjë një tjetër zgjerim, duke parë më shumë shtete që do të marrin pjesë në botëror, më shumë ndeshje, më shumë para të fituara, por të tjerë mendojnë se kualifikuese do të dilnin jashtë interesit, veçanërisht ato në Amerikën e Jugut, ku nga 10 ekipe në skemën aktuale me 48 skuadra që shkojnë në botëror, nga 10 ekipe në fazën kualifikuese në Amerikën e Jugut, tani kualifikohen 7 prej tyre, dhe imagjinoni se çfarë do të ndodhte në një botëror me 64 ekipe. Por nëse ndodhi një zgjerim i tillë, që në botërorin e 2030-s të marrin pjesë 64 ekipe, atëherë situata do të ishte edhe për botërorin, ashtu edhe për Europianin, po e njëjta. Atje ku Shqipëria tashmë është kualifikuar 2 herë në vitet e fundit. Për ta pasur më të qartë dhe për të marrë një shembull, nëse do të ishim në të njëjtën grup kualifikues si tani ku jemi, me Anglinë, Serbinë, Moldavinë dhe Lituaninë, në një skem botërori me 64 ekipe, atëherë Shqipëria mjafton për të dalë në vendin e dytë për të marrë biletën direkte për në botëror, por do të kishte shanse edhe me vendin e tretë për të renditur mes vendeve të treta më të mira dhe për të shkuar në botëror, ndryshe nga tani, ku vetëm vendi i parë të jep biletën direkte dhe i dyti të dërgon në play-off, ndërsa gjithë vendet e tjera nuk të japin asgjë dhe mbyllin ëndrrën përpara kohe. Pra në këtë skemë aktuale, me 64 ekipe, në botëror do të kalonin rreth 22 ekipe nga Europa, ndërsa në Europianin e Gjermanisë ishin në total 24 ekipe, do të jetë thuajse njëjta mënyrë procedimi si në kualifikuesit e Europianit dhe në ato të botërorit. Por pavarësisht diskutimeve që do të bëjë së fundmi FIFA në lidhje me këtë propozim të ardhur nga Uruguay, sigurisht qytesi së vërtetës do të jetë botërori i vitit 2026, i cili nëse do të përmbyllet me sukses dhe do të ketë më shumë interes për shkak të zgjerimit të tij, atëherë nuk do të habiteshim nëse botërori i vitit 2030 të ishte me 64 ekipe dhe Shqipëria të merrte pjesë për herë të parë aty.